tuaja që mirë, mos bëni komente, bëni pyetje. Ne jemi të etur vetëm të pyesim. Dakord? Mënyra më e mirë për të biseduar, për të komunikuar, nga ndonjëherë kur nuk jemi ekspert për gjërat që flasim, janë pyetjet. Vetëm ato të shpëtojnë. Dakord? Kështu që dhe ju bëni pyetje. Nëse keni info pasaj për gjërat që ne themi, mund të dërgoni se mund t'i lexojmë. Duke i marrë sigurisht me kështu me çik dyshim. Anullohet tenderi 400 milionë euro në Porto Romano, kur thuhet anullohet, do me thënë një familje bie tenderi, sepse autoroj dhe kjo kompania e fundi që kishte vetë një kompani qipriote Ermal. Edhe unë dhe ti nuk jemi ekspert fare të kësaj, po më duhet politikisht për ta parë këtë çështje që duket në pamjen e parë ekonomike. Gjithçka ndodh, në fakt, pas një letre të hapur që i dërgon Am Çami shkurt, Shombra Amerikane të Komers, pra dhoma amerikane e tregtisë, i dërgon disa autoriteteve, përfshirë sigurisht Edi Ramën, që është kryeministër. Akoma? Është akoma. Është akoma dhe do të jetë, mendoj unë. Po kjo është debat tjetër, do flasim pas pak. Dhe interesante është që Am Çami, pra, kjo dhoma tregtare amerikane, dhoma amerikane e tregtisë, nuk di vetëm e ka bërë të letër para se të fliste Edi Rama, si që themi nesh, Ramsi 4 në atë mbledhjen e fundi që bëri Pallat Kongreseve dhe Pallat e Brigadave, apo para. Këtë nuk di ta them, datën. Është shumë e rëndësishme. Po ja çka thënë Edi Rama e ka Ledjo, ja çka thënë Ramsi në atë mbledhje me deputetët, lidhur me këtë tenderin e Porto Romanos, që në fakt nuk është aq i thjeshtë dhe nuk kuptohet se çfarë është ajo histori. Do kaloj si gjithë historitë e tjera, apo atje mund të ngecet, mos është një peshk shumë i madh që ne nuk e kuptojmë dot, se duhet të jetë peshk ndërkombëtar. Shiko si ka reaguar Edi Rama, se si ka shfryrë dhe i ka thënë amerikanët, kush jeni ju? I ka thënë amerikanëve, kush jeni ju? I diun se kush jeni juve, një gjë e tillë, pra diçka ka këtu Ermal, po ta dëgjosh me vëmendje, këtu ka një shqetësim të madh valla. Ka një shqetësim shumë të madh, ja shikohet. Duhet të them këtu dy fjalë për Porto Romanon, është një nga proceset më të ndërlikuar, ndoshta më ndërlikuar që ne kemi bërë. Është një plan strategjik që ka krijuar edhe xhelozi. Xhelozit janë të zakonshme mes vendesh që janë në stade të caktuara zhvillimi dhe armiqësi ndaj projektit. Nuk do flas më shumë. Ata që e luftojnë projektin, ata që spolon gur pa luajtur për ta bllokuar projektin, ne i dim kush janë. Dhe i kanë bërë llogarit gabim, sepse projekti do bëhet. Unë nuk kam plan B vetëm për Bashkimin Evropian. Për çdo gjë tjetër jam të C-ja. Kuptoj që ti në fund fare ta kap nga fundi, nuk kam plan B, pauzë, vetëm Bashkimin Evropian, çdo gjë tjetër jam të C-ja. Kuptove Gjerman? Po të... Ne i dim kush janë ata, flet për armiqësi, jo vetëm për xhelozi, flet për armiqësi. Po t'isha mendje shumë perverse, politikisht, po ta shikosh se Shqipëria dy entitetet ndaja partneriteti ka, SBA-n dhe Bashkimin Evropian. Që sa i thot që s'kam plan B vetëm për Bashkimin Evropian, do thënë ata e kam primare, kush ngelet tjetër pasaj që s'qeka primare? Amerikanët? Po. Kështu që thash po t'isha mendja perverse. S'është perverse të fare, kjo është gjëja më e thjeshtë që mund të vinë në mendje. Nuk e di, unë nuk do i futem atij spekulimi, se mund tjetë edhe që thjesht kryeministri nuk ka ditur të shprehet siç duhet dhe mund të lejë hapësirë për keq kuptime. Por unë kam të drejtë ta keq kuptoj edhe kështu. Jo, po patjetër jo vetëm ti, çdo njeri e bën këtë pyetje. Ose ta mirë kuptoj. Dhe këtu nuk bëhet fjalë për shembull për 3-4 firma shqiptare që kanë hyrë në lojë, këtu bëhet fjalë për kompani shumë të njohura në gjithë botën. Është gjë shumë e madhe sepse që janë skualifikuar me kalimin e kohës. Tani unë nuk di ti them me emra, po një franceze e njohur për shembull Vënsi që bën vepra të mëdha shumë në Francë, skualifikuar, që në Shqipëri, në Shqipëri thon Vinci, ka parasysh që thon Vinci, nga që nuk e thon dot Vënsi, s'ka faj. Nga Da Vinci është, nga Da Vinci. Po i thon Vinci këtu. Vinci. Vënsia për shembull që është një super gjë franceze shumë e madhe. Ka qenë një holandez, duket, një kompani holandeze shumë e njohur dhe ajo e fuqishme shumë. Po. Qa ka qenë tjetër, mora se ka pasur disa... Tek emaili famshëm... Ja, do nëzirë i Ledjo tani. I Ledjo, para se të vazhdojmë me Ermanin dhe pak minuta me këtë çështje,
Tani ke një prononësi të ministrit të ri që zvendësoi ballukun. Karakaçi më duket e ka mbi emrin, ë? Shikoni Karakaçi se çfarë thot, keni kapur një moment për të kuptuar dhe për t'i dhënë vlerë këtij titulli që kemi në ekran. Ja, shikoja Karakaçin, jepi lëdi. Për shkak të rritjeve të kostove dhe efekteve të krizës, ka një rritje të kostove totale të ndërtimit në përgjithësi dhe patjetër kjo kontraktori ose ofertuesi ka bërë një tërheqje duke justifikuar me qëllimet ekonomike. Para 2 ditësh kryeministri u shpreh për këtë projekt. Ka aktorë të cilët përpiqen që ta frenojnë dhe sabotojnë këtë projekt shumë të rëndësishëm infrastrukturor të vendit për qëllime të ndryshme, le të themi duke përfshirë dhe qëllime ekonomike. Patjetër, ne do ndërtojmë një skenar tjetër dhe çdo faktor apo aktor tjetër nuk do mundet që ta frenojë këtë projekt, sepse ky është një projekt shumë i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Po pra. Tash kjo është gjë tjetër. Prit, i vëm pikat mbi. Në 5 mars, dhoma amerikane e tregtisë. Vetëm një sekond, them diçka. Jo, po prisë, shumë rëndësishme kjo. Siç është thënë tani nga Karakaçi, tingëllon ndryshe. Se s'përmendet më tash puna e BE-s etj. Ktu tingëllon ndryshe. Po normal më sepse Ktu thjesht duket sikur ke konkurrencën e vendeve fqinj, supozojmë, ose gjëra të tilla. Po ashtu siç e thosh ai të lidhur me atë pjesën e BE-s, pastaj është problem. Po pra, se ai e vesh me një tisk kështu pra. Më kupton? Interesante Interesante është kronologjia, Erman. Në 5 mars, në 5 mars është letra e hapur që i bën amerikanët, se kur themi dhoma amerikane e tregtisë, ç'do të thon? Janë interesat ekonomike që përfaqësohen nga kompanitë kryesore që investojnë, amerikanët që investojnë. Jo, dua të them për shembull që amerikanët i dinë nëpër botë shërbimet e tyre kur duan të bëjnë punë, hynë edhe nëpërmjet këtyre koperturave. Ke parasysh dhoma amerikane e tregtisë, USAID, këto gjëra pa ti e di. Nuk ka një mister aty, domethënë çdo vend. Mister nuk ka, jo. Ka interesat, ti e di shumë mirë, Macroni shkon në Kinë dhe kthehet dhe thotë shita 2 miliard Airbus për shembull ose Po pra, po ai të paktën e thot Macroni direkt që sa këto gjëra po ta vësh nuk thuhen kaq hapur pra. Jo më thuhen. Për shembull amerikanët digjitit, për shembull kanë thënë gjë konkretisht cili interesi amerikanëve, ata nuk kanë qenë fare në garë. Po s'kan cime. Kë nuk duan ata të jetë në garë. Ermal, ja prit. Po prit më të marrim shumë të analizojmë, se ti morë Macroni, po atje loja është e hapur në një mënyrë. Po edhe këtu është e hapur. Nuk është e hapur. Po jo është e hapur. Po fal. Shikoj emailin. Ja, pra nxirë pak emailin Redio. Po ja, pra amerikanët thonë vetëm, nuk duhet ta bëni këtë Porto Roman, nuk duhet ta ndërtoni kështu siç është i vogël, sepse dhe këtu ta bëni përresa të NATO-s të korridori 8. Patjetër, kanë shumë drejt. Dale. Pyetja e thjesht që bën një jevg në rrugë që nuk e kupton fare këtë histori vëlla kur i than. Rom ose Ballkano Egjiptian. Rom, po ke drejt, po më fal. Jo, nuk ishte me të keq, se unë vdes qartë, ai dua shumë. Gjithashtu do. Një njeri do bë një gojim që s'ka iden fare o Erman. Do e bënte këtë pyetje, do thoshte, "Ore, amerikanët ç'a kërkojnë? Pse i bien kështu gjatë e gjallë? Ç'duan amerikanët në korridorin 8-1? Dhe ç'pun ka porti me NATO-n? Jo, ka portin punë me NATO-n. Ore, ç'kërkojnë amerikanët më? Ideja është pse nuk thonë amerikanët në këtë rast, ai thënë që tani jemi futur në epokën ku masat kanë rënë. Trumpi flet hapur. Trumpi thotë dua Venezuelën, dua naftën, bam, nuk flet për demokraci as për asgjë tjetër. Pra, ajo që dua të them është kjo, loja vazhdon të bëhet me pasqyra, nuk kemi akoma komunikim direkt. Dhe ne këtu në studio... Në email është e qartë gjëja. Ore Erman, pse amerikanë nuk thonë, na lini ne ta bëjmë portin tuaj? E ka thënë në email. Jo, po shikoj. Lexoj. Hap emailin. Lexoj, po nuk thonë ata ta bëjmë ne. Jo më sugjerojnë ato, ka plot firma amerikane që mund ta bënin shumë mirë këtë gjë. Nuk e thonë. Patjetër më është në email. Është në email. Kanë qenë firma amerikane në tender? Nuk e di kanë qenë amerikanë. Ata thonë aty në fund të emailit që jo, kjo është dhe thonë në email se nga lapsi e ke marrë, se Bushati ka hedhur këtë, ka gjetë dhe atë emailin në Bushati, emailin e Amçamit, që ja çon Ramsit. Ka gjetë atë emailit që çudi e madh, nuk di se ku ka gjetur, se si ja çon Ramsit. Ja ka çudi kush që do që të dalë. Bravo. Shumë mirë. Lojë e bukur është kjo, bravo. Po gjithsesi është bërë dhe publike, pavarësisht që s'ka dalë. Po jo, po kjo është e bukur pra. S'ka dalë emaili. Çfarë thuhet tani këtu? Ledios unë kam shumë larg. Çfarë thuhet i gjetur te Termali që thonë Termali ja ku e shprehin ata. Ja, mund të sigurojmë firmat më të mira amerikane të inxhinierisë për të asistuar në rishikimin e projektimit Porto Roman ose rrugave, autostradave tjetër, që është komplet legjitime. Pra këta, ja, bravo. Këta dhe unë mendoj që do ishte gjë shumë e mirë. Një sekond. Atëre. Prandaj e bëra dhe unë këtë gjithën për të kuptuar këtë gjë. Amerikanët më në fund t'i thua po e kërkojnë. Ne mund sugjerojmë firmat, pra, dhe këtë e thotë dhoma tregtare. Është interesi legjitim. A mund të themi sot që Ramsi është tërhequr nga ky tender, pra vetëm nga presioni amerikan apo nuk ka lidhje? E para u mendoj që ka pas presion jo vetëm amerikan. Sepse ka pas e tha dhe ai. Ka shumë xhelosa, ka shumë. Është një nga ato historitë ku
ku ne kemi plotësisht të drejtë që të dyshojmë. Dyshojmë që nga fillimi, që nga heqja qafe e portit Durrësit, edhe kalimi në një port që është edhe i cekët, edhe i vogël. Po më thoshte ti ku dje, me lapa i ndje. Këtë po më thoshte. 2000 ca metra ku diun kalata e portit të Durrësit të vjetër dhe 400 kjo. Asi gjatë, port, si shtuhet aty një med, mund të shkarkohet edhe një anije. Maksimumi 2. Imagjino të ti do të ashit kalosh, ta bësh edhe portën hyrëse të koridorit 8. Si e shikon ti këtë? Koridor Europian. është halë që i kanë betur Ramsit në fyt, apo ti thua këtë halë Ramsit e përdori në favor të vetë? Shikot, qartësoj diçka herë, sepse s'duhet interpretohet thjesht me një element. Natyrisht që një mend kur flitet dhe bëhet edhe oferta që kompanitë amerikane mund të realizojnë këtë gjë, dhe është e qartë që janë kompani amerikane, kanë përvojë dhe kanë gjithë. Mund të jenë dhe franceze, gjermane, sa ata kanë përvojë, por s'mund të jetë një kompani dytësore që nuk e njeh njëri, që është më tepër është dega një kompanie tjetër. Është as Kipriote, nuk e di se çfarë është, mos i bin qaf kot. Po nuk është kompania më e madhe në botë. Ke kompani amerikane që i bëjnë këto gjëra në gjithë botën. Dhe është legjitime që dhoma amerikane tregtisë ta propozoj këtë gjë natyrisht. Dhe unë mendoj që është në interesin strategjik të Shqipërisë që në fakt të kemi marrëdhënie të tilla me partnerët tanë. Ma është interes e Ramës është puna, lerë interes e Shqipërisë. Ata është interesin e Ramës, duhet me pyetur Ramën edhe Ballukun, që janë marrë me këtë punë. Balluku iku xhanën tani apo? Apo ti thua iku për të mos ikur. Ajo ka qenë ky proces. Do të them kjo është ka dhe diçka tjetër pastaj që është e rëndësishme, mos harrem. Aty përmendet edhe diçka, pavarësisht se dhoma amerikane e tregtisë nuk merret me çështjet e NATO-s, po si argument është paraqitur që është e rëndësishme. Është ajo që quhet infrastruktura strategjike e një vendi. Dhe një nga objektivat kryesor të politikës jashtme amerikane është që tek aleatët e vet, përveç stabilitetit, zhvillimit ekonomik, demokracisë etj. Të ketë edhe një farë zhvillimit edhe një lloj sigurie që NATO-ja në momentin që i duhet infrastruktura strategjike e një vendi, porte, hekurudha të rëndësishme, rrugët e tjerë, ti ketë në gjendje që ti shfrytëzoj. E kemi parasysh në çfarë kohësh jetojmë. Shqipëria nuk është edhe aq larg zonave problematike sa mendojmë ne. Ne këtu rrimë dhe shqetësohemi se mos na vini raket nga Irani, rreziqet i kemi shumë më afër se sa aq. Ku jam për shembull? Në lindje. Në lindje. Po ku pra, për kë e ke fjalën? Në lindje, ne kemi një vatër rreziku që janë marrëdhëniet e Serbisë me Kosovën, ose problemi, le të themi, i Serbisë me Kosovën. Serbia vazhdon edhe armatoset, gjithmonë më tepër. Është e qartë që ka një lloj interesi të brendshëm politik që të ketë një lloj klime të tensioni, e përdor këtë tension edhe për t'i bërë presion Bashkimit Evropian, afrimin me Rusinë, me Kinën. Do thënë, kemi një Rusi që është gjithmonë më agresive në qëllimet e veta të politikës jashtme, shkon deri në sulm ndaj Ukrainës, siç e patëm pa. Këto janë gjërat që nes na vjen rreziku nga Irani, e kemi larg atë. Sa të vinë raketat e Iranit deri këtu kanë kaluar nëpër 7 palë filtrat ushtarak, mbrojtës. Por kjo është e qartë, se kjo çështja e portit Durrësit nuk është aq e parëndësishme sa duket. Po të heqësh portin e Durrësit, nuk ka porte të tjera aty afër, se nuk është se do kalojnë nga Vlora ose nga Shëngjini. Jo, pastaj do shkojnë, kush është porti më i madh tjetër diku në Marzish? Sa është ky Tivarit Marzish? Jo, nuk janë porte, nuk janë porte. Durrësi e ka këtë avantazhin që mund të kishte qenë, por kuptohet me përmirësimin e vet. Rekomandojnë që ky e prishi atë që ishte vetëm për të bërë kullat e Alebarit, apo? E prishi që të fitojnë lek ata që duhet fitojnë lek. Pas një lloj kundër çdo lloj logjike. Ja korridori 8 e shikon që është portokallir mal? Po, patjetër. Që fillon nga Varna në Bullgari, nga deti i Zi, edhe del këtu. Po, patjetër. Shikoj shif rrotull, domethënë, çfarë ndodh rrotull. Që sa e drejt për drejt është rruga aty, e shikon në hartë. Cila? Për kë rrugë thua? Rruga nga Varna deri në Durrës. Është shumë e qartë ajo gjë. Po ky porti këtu lart, ajo ngjyra si e kuqe lart, çfarë është ajo se nuk e shoh mirë unë Ledio. Ploç, ajo është afër Dubrovnik, mbi Dubrovnik. Është porti i madh ai atje? Dubrovniku ka. Po, Dubrovniku ka portin e vet, natyrisht, po është më larg se Durrësi, ja. Qartë. Se llogarit që nga Dubrovniku deri në Durrës sot ty duhen 6 orë me makinë për të ardhur. Po ti jesh me kamionat duhen edhe shumë më tepër. Dhe për të kaluar pastaj nga Ploçe që është në veri të Dubrovnikut. Hyrja autostradës madhe kroate që çon deri në Europë pastaj.
nga atje për të lidh pastaj me korridoret e tjera është goxha rrugë. Dhe nuk është një rrugë dhe aq e mirë, për më tepër. Do të kalosh ose në për Republika Srpska, ose do të kalosh Malzi, Qartë. etj. Pra Durrës, Skopje, Sofje dhe Varna. Këto janë 4 pika ku pritet kaloj korridoritet që është ngushtësisht i lidhur me portin e Ka qenë historikisht, Durrësi ka qenë në perandorinë bizantine, shumicën e kohës, Durrësi ka qenë porti i tretë i perandorisë bizantine. Mbas vetë Konstantinopojës, Stambollit sotëm, edhe Selanikut. Ka qenë porti i tretë. S'ka qenë qytet i parëndësishëm. Kështu që e ka atë logjikën e vetë. Në Durrës nis ajo via e Gnatja e famshme. Po interesante për ta kuptuar tani këtë histori. Ne kemi këtë lloj pasurie, domethënë, nuk është se kemi bërë ne diçka për këtë gjë. Nga pikpamja gjeostrategjike, ai porti i Durrësit është shumë i rëndësishëm. Tash ne marrim e hedhim në kosh portin e Durrësit dhe shkojmë ndërtojmë një kënd lojrash atje në Porto Romano. Që s'ka as thellësinë e dur, as për masat e dura, etj. Pse? Që të vi dikush nga jashtë edhe t'ju shesi njerëzve në letër apartamente, dhe me lekët që ju ka shit në letër apartamentet, ndërtoj ato apartamentet dhe të fitoj të bëhet miliarder. Po, këtu fitimi është... Fitimi është kolosal. Jo, patjetër. Po s'është për shqiptarët. Jo, më ç'është shqiptarët, Ormar, ti flet për shqiptarët, unë çuditem me ty. Vazhdo akoma të mendosh për... Po unë jam shqiptar, interesi im janë që të fitojnë shqiptarët. Interesi im është që të fitojnë shqiptarët. Problemi është që këtu në këtë vend nuk është se vendos gjë, as ti, as unë, as njerëz të tjerë. Këtu vendos vetëm një njeri vëlla tani. Dakor. Këtu është vertikal gjëja, nuk është horizontale, brak. Do vi ditë. Për shembull, ai do vendos tani, ja. Shqiptarët. Tani jemi në pikën 0, iku dhe kjo Qipriotja që ishte, kjo kompania. I bie që tenderi të bëhet nga e para, që s'do bëhet tender. Ose ky Ramsi do përulet, do paloset para amerikanëve, që ata duan vërtet ta marrin portin. Më kupton, do japi atyre, po do japi pa tender atëre. Po pyetja është nëse je pa tender do hyj spaku në lojë. Këtë se dim tash se do japi. Tani, më falni sekond. Nuk hyj spaku në lojë, se janë amerikanët. Shiko, është më kollajt. Kjo është pela, më, kjo gjalo e paparë, më burr. Është më kollajt të gjykosh për gjërat që janë bërë se sa të spekulosh për ato që do të bëhen. Ore Ermal, nuk është se ka shumë zgjedhje. O do e bëj me tender, siç u nisë të bëj kjo. Me tender do ta bëjmë. Një sekond pra. Po e bëre me tender, i bie që amerikanët vlla, Po. të futen në lojë. Patjetër. Inshallah futen në lojë. Inshallah s'na vjen një kompani e çuditshme anë kënej nga këto që ekzistojnë kështu që të futen në lojë, që themelojnë një ditë përpara se të marrin tenderin. Edhe amerikanët njerëz janë, pra, pavarësisht se janë sulfuqi. Po patjetër. Që të futen në lojë, ata duan do i bie që të kenë rival apo jo. Po. Ani ç'a bën Ramsi në këtë mes, se të gjithë shkojnë te Ramsi, se ai pra është sultani. Okej. Ti i thon ma jep mua, unë ta bëj më mirë. Ç'a do bëj Ramsi? Do thotë, më falni, unë ju kam të gjithë njësoj, futuni të gjithë në tender, kush fiton më i miri. Do luaj këtë lojë apo do luaj lojën që dakor, qeveria akoma në pushtet, gjatë sa më gjatë, më mirë të mos e prish me këta gringot, sepse këta janë të vetmi që mund të prishin punë, se europianët i palos kollajt atë ai. Dhe ja jep gringove. Pyetja është, a do hyj spaku? Kanë gjitha pyetje legjitime vëlla. Letym që ose ka shkelje ose probleme Nuk është shkelje normal, vjen sulfuqia më. Po nuk e di, të gjykon me sikur. Po po një sekond. A është shkelje të japësh a priori Ermalit dhe të mos e lësh të bëhet tenderi? Po nuk e di. Është shkelje apo jo? Nuk e di. Po, patjetër që është shkelje. Atëherë ç'do të bëj spaku në rast që ja jep amerikanëve ky? Të veproj. Atëherë ç'të bëj Ramsi? Japi amerikanëve, patjetër mos e japi. Ramsi të bëj. Ore, kupton ç'a halli ka ky njerëz, ne merrim hallet e tjerë, as janë hallet e këtij. Kur thon Ramsi e lidh me Ramsesin apo nga ajo ka lidhur. Si Albert i thoshe Ramsesi, po. Faraoni, po edhe e ke vështirë për ta bërë sa më shqip, se Ramsesi s'ke si i thua, se Ramsesi ka qenë ai, Faraoni i Egjiptit. Po kishe për Ramsesin e parë apo të dytin? Të them drejtë nuk kam bërë diferencën. Okej, se ky i dyti është më i famshëm. Do shta ke pas për të parin, se i pari... Në të thjo, unë nisa thjesht nga emri. E vetë mja vlerë të parit është që krye mundësin që dikush të quhet Ramsesi II. Vërtet? Po da ma mire. Se ka i pari se njef njëri e fare që ka bo. Po kuj i dyti bëre edhe piramidën e famshme. Kuj i dyti bëri piramidën. Dhe është i famshëm për piramidën. Edhe ky do mbetet për kullat. Për cilat kullat? Këto kullat që bëhen Tiranë. Ore, të sot zmen me piramida, sot bëhen kullat larta. E vërtet. A e pesi i tha Trumpit në bordin e paqes? Si tha? Shqipëria tha, po doni ju, tha zoti president, është e gatshme të vinë në Gaza, tha, me grupin e vetë. Po, ke ishte fort. Pa e dëgjove ata apo jo? Për Tiranën marrim arkitekt danez dhe italian,
Kurse në Gaza do qëjmë arkitektët shqiptarë. Jo, se kishe për shqiptarët e ime. E kishe për këta, mor, që po pun kulla tu. A që ti qoj do... Po, mor, vlla, Ti po. marri ta danezët të qoj atje. Po, mor, danezit tani janë shtëjen më burr. Po, shumë mirë, shumë mirë. Sepse ky në vetvete, vlla, ëndra e tij kjo është më burr. Shiko, ka një element fort Është fallusi më burr, fallusi. falocentrik, sa po e thoja. Ka një element, e kisha mendje, ja. Do të njëjtën gjë, telepatia. Ka një element fort Një falocentrik. burr që ka ëndër fallusin pyet, premendon, por nuk është i vetmi. Që është instinkt shumë i fort mashkullor. Po të shikosh edhe veprat kryesore arkitekturore të historisë njerëzimit, ka qenë vepra tjera. Po shiqysh shumica njerëzve Nuk e din çdo të thon fallusi, kështu që e kalojnë në Google për të analizuar çfarë është falocentrizmi. Gjyna Ramsi shkret më burr. Asnjëherë nuk merrem me hallet e Ramsit të tjerë, marrë ke vënë? Gjithmonë të shkretin e shajmë, ironizojmë, ça si themi, e kupton? Ndërkohë që ai tani është vetëm për këtë të portoromanët. Për shembull, ai është një të jetë një presion të paparë, valla. Imagjino ti vinë gjermanët, se gjermanët ka rrezik, ti kupton se gjermanët janë mërzit për ndonjë kështu mo? Gjermanët janë mërzit me shumë gjëra, me stadium. More Ermal, dëgjoj. Dhe me drejt. Po, more Ermal, po më mirë, po në fakt, në thelb, nuk është se janë mërzit për ndonjë parim, mo. Jo. Diku nuk ka ecë biznesi më burr me këtë Ermal. Jo. Ore tani dëgjoj, po le të jemi në një mendje, mos u fut parime, të lutem, se unë këtu s'bie dakord. Jo, nuk po flasim, jo. Gjermanët janë mërzit diku, vlla. Kanë dashur Ermali, njeriu tyre, të marrë një tender diku, dakord? Se ka marrë. Nuk e Si, ata janë thjesht parime. Jo, shiko. Gjermanët mund të jenë mërzit edhe për atë. Jo edhe për atë, janë mërzit për atë dhe bëjnë janë mërzit edhe për gjëra tjera. Jo, se nuk ka njeri që... More Ermal, po please, mor burr, të lutem. Si s'rash është dakord me njëri tamam për të punë model, sa kënaq do isha do e lija emisionin. Nuk sepse e redukton politikën e jashtme gjermane dhe politikën e brendshme të sigurisë në Gjermani, e redukton me një interes të thjesht ekonomik. Po se i thua ka më shumë se kaq për Shqipërinë? Patjetër që ka më shumë se kaq. Për Shqipërinë? Patjetër. Po çka ka? Jo më ka, ti ke parasysh që Shqipëria sot furnizon me lëndë të ndryshme psikotropike të gjithë Europën. Po pra, po biznes është ai pra. Jo, po biznes, patjetër, po biznes problematik. Unë kur thash biznes, nuk futa problematik ose jo problematik mo. Jo, sot thjesht do të bim dakord bashkë për parimin. Sot Shqipëria është prodhues problemesh për Europën dhe për Amerikën. Jam dakord. Që në atë moment ka një interes për ta zgjidhur këtë problem. Nuk po kuptohem mirë mal. Më thuaj. Ajo që unë thash, që doja të bija dakord me ty në këtë bisedë, ishte që Gjermania ka interesa ekonomike në Shqipëri. Jo vetëm Gjermania, mo çdo njeri. Patjetër. Dhe prandaj në këtë kuptim mund do të më kuptosh. Them, si nuk ja qajmë asnjëherë hallin Ramsit më burr. Sepse imagjino për shembull një tuf skifterash që të vërsulen ty të vinë, vup nga të gjitha anët. Dakor, ti do të ruash syt apo jo? Skifterat i e di. Janë sorrat më tepër ato. Ose sorrat ose këta thuaje, jo. Lagurisht e natës. Le shoh suri. Lagurisht e natës. Lagurit e natës. Dakor, lagurit e natës, gjëja e parë që bëjnë është që të qorojnë apo jo? Ata nga që nuk shikojnë natën, të futen nëpër flokë. Të futen në flokë dhe nëpër sy dhe të qorojnë. Kjo dihet, është shkencore domethënë, kurse po e shpikun. Dakor, po. Tani imagjinoje Ramsin, një njeri vlla, që po i janë vërsulur lagurit e natës nga të gjitha anët. Për një sekond, çfarë do bëj? Më thuat i mua çfarë do bëj? A do mbroj sytë e veta? Ja më vurit i vetën në vend të atij Ormal. Çfarë do bëj më burr? Të vinin 5 kompani të forta europiane, të vitë edhe një kompani amerikane, se me siguri Amçami, kjo dhoma e tregtisë amerikane, besoj, që se Ramsi thotë po mirë më ma jepni një kompani. Ata e kanë besoj një gjë, nuk janë kështu kot në ajër. Pra e kanë njërin ata në mëng, e kanë gati, je dakord me mua? Janë njerëz serioz. Mund ta kenë. A pra, tani, çfarë do bëje ti po ti ishe Ramsi valla? Më thuaj pak. Ta me ja vure vetëm. S'do arrije ke kjo pikë. Si s'do arrije? Ore, a duhet bërë një punë, valla. Por nëse ti arrin ke kjo pikë, nuk e çat bësh më pastaj. A duhet bërë një punë? Çat bësh më? Jo më jo, po te cila pikë? Do bësh më, ja ta them ke cila pikë. Nëse ti je sot qeveria franceze, dhe gjithë tendrat i organizon ashtu siç duhet me barazit, tendrash, me gjithë parametrat ligjor, sipas ligjit, okay? A vjen dot njëri edhe të kërkojë ty diçka ose të tankojë pse zgjodhe këtë, pse zgjodhe? Jo, natyrisht nuk vjen dot njëri. Po tani më armiqësi që thot ai dhe xhelozi krijohet apo jo, pavarësisht se e para dëgjoj, se ti fokusohesh vetëm tek ky aspekti ekonomik. Çdo vend ka interesat e veta ekonomike, është legjitime kjo gjë. Jo çdo vend. Unë them përveç vendit, çdo lider ka interese e veta ekonomike. Mirë, po flas për Ramon tash, po flas për Europën. Edhe për liderët europianë them unë. Po, dakor. Liderët europian janë në radhë të parë. Por Macroni ku erdhi këtu? Shitës janë gjithë. Shitës janë. Çfarë i dha Macronit Ramon? Macroni se di çfarë i ka dhënë.
Po për shumë, e di që i ka dhënë një park fotovoltaik të paparë në jug apo jo? Se dia e ka dhënë Macroni, mundet. Po jo, Macroni me emër jo, më ka dhënë një firme që njifte Macroni. Firmë franceze, po e di që janë francezë. Po çfarë bën këta më normal? Po këta pazare bëjnë më për gjithë ditën. Ti e trajton kështu sikur e kanë nxjerrë nga xhepi ja ka dhënë. Sepse nëse ne do të trajtojmë kështu, do ishim thjesht një zyrë burokrati në emi media, më po si ta trajtojmë? Jo, dakor, por shikush problemi. Reduktimi thjesht në interesa ekonomik e heq vëmendjen dhe fokusin nga problemet të tjera shumë më të mëdha që Shqipëria shkakton sot në Europë. Që është droga. Trafiku i drogës. Droga në Po mora një rast. Po dhe destabiliteti i vendit. Okej, rrinë trafiku i drogës. Trafiku i drogës, po. Ku e kanë hallën ata? Ku e kanë hallin? Që droga e tyre jo mos shitet në Gjermani ose në Europë. Po të shitet me shumë të lirë se janë arrit çmimet. Pra ata nuk janë kundër shitje. Pra Ormal, dëgjoj Arianin. Ore Marse, unë nga ty pres më mirë kuptosh. Thjesht e don kokainën me çmime të lirë. Kjo është ideja. Patjetër. Po jo më shit, po e diti ç'a, Ose dikush do ta shesim Ormal atë, dhe po nuk e shitëm ne, dikush do ta bëj. Një sekond. E diti që kur shqiptarët janë fuqizuar këto vitet e fundit, e di ç'a ka ndodhur me çmimin e kokainës në Europë? Është ul. Është ulur. Patjetër. Po pra jam, është prishur tregu dikujt tjetër. Patjetër. Dhe ti thuaj që tiken shqiptarët që të shesin në Po Rusë. dikush do ta bëj pra se prap s'po më ndjek. Pra dëgjoj Arian. Logjika është kjo. Një treg edhe ilegal dhe legal, në momentin që do ikësh ti nga loja, dikush do e bëj, nuk do mbetet bosh, se tregu nuk rap thira bosh. A je dakord me mua? Jo, ka diçka. Okej, si je dakord as me këtë? S'jam. As me këtë? Çfarë të s'jam? Po pse? Sepse mendoj që çdo qeveri, kur është jashtë, si objektiv kryesor në raport me votuesit e vet, e shikon qartë as ke Trumpit. Një nga premtimet kryesore të Trumpit ka qenë lufta kundër drogës, nuk është i pari. Ka pas të tjerë më përpara. Sa më republikan një atje, Që janë premtime para se të vish pushtet më? Jo, po e ka seriozisht, e ka shpall prioritet. Okej, e ka shpall prioritet atë gjë. Dhe lufton kundër asaj. Është e drejta atij. Edhe në Europë ne shkaktojmë atë lloj problemi. Dhe nuk është vetëm ai problem. Sot Shqipëria është një bazë e sigurt për krimin organizuar. Sot dihet ke njerëz andaj këtej në Shqipëri, nuk i prek njeri. Njerëz që nuk guxojnë të shkojnë në Europë, nuk e kalojnë kufirin. Le të rikthehemi edhe pak te tenderi pas do ikim te ajo. Okej. Sipas e ky tender, do jetë hal e gjatë që do i shkaktoj probleme edhe Alabarit, se sa më shumë vonohet tenderi i Porto Romanos, aq më shumë do mbyllet kjo kalata që është lënë akoma tek në Durrës te Porti i Vjetër. Mos harro që tani janë nihet, vazhdon akoma te Porti i Vjetër, pra Alabari po ndërton në një vend, po nuk mund të do të akoma të shtrihet ta marrë të gjithën, se ashtu është projekti. Po. Sepse duhet të mbaroj Porto Romano, që të transferohet gjithë gjërat që ndodhin në Durrës, në të shkon atje. Pra, kjo tani krijon probleme të mëdha. Një e para, mërzitjen investitorët, ata vetë, mërzitjen se kanë hedhur lekët, e kupton? Sa burr kjo ata vetë. O le dio ç'ishte kjo. Pra mërzitjen investitorët, pra ata vetë, sepse kanë hedhur lekët. Dhe e dyta, Ermal, që lekët e kanë hedhë shqiptarë që kanë ble apartamente në letër aty në ajër, domethënë janë në letër, jo. Diskutohet, patjetër. Që ata do mërziten. Patjetër, po. Është e vërtet kjo. Dhe është dramë edhe ajo se ka njerëz që kanë investuar lek pafund aty. Dhe e dyta Ermal, valla, nuk mund të ketë dot sado vend qeni të jetë ky vend qenerie në kuptimin e hajdutërisë. Një port duhet të ishte serioz në Shqipëri. Patjetër. Ashtu. Dhe për ta mbyllur, unë jam shumë kurioz të shoh si do përfundojë kjo histori, pra, është një histori që do vazhdojë gjatë dhe do rikë kështu pezull, apo se thuash do çahet ajo qelbi, e ke parasysh, e do plasi. Kjo është shumë interesante, për mua është një nga aferat më interesante që ne do përjetojmë kjo e Porto Romanos, sepse në të gjitha rastet, edhe sikur gjithçka tani të bëhet rregull, nga armiqësitë dhe xherozit që thot ai Ramsi atje, që ne do dëgjojmë prapë tani, sepse vjen publik që nuk e kapin fillim, unë mendoj që do dali dikush që do e prishë lojën prapë. Pra një nga këto firmat, kur të humbasi, do dali do flasi. Çfarë do thot? Pisliket që ka ndodhur. Po shumë mirë flasi. Është një perl. Tani këtu duhet të shohim, por gjithë një publik që vjen tani dhe i se ka parë, plasë edhe një pjesën e Ramsit te grupi parlamentar, ku thot unë e di mirë kush janë ata, thot. Plasi çik. Dhe duhet të them këtu dy fjalë për Porto Romanon, është një nga proceset më të ndërlikuar, ndoshta më ndërlikuar që ne kemi bërë. Është një plan strategjik që ka krijuar edhe xhelozi. Xhelozit janë të zakonshme mes vendesh që janë në stade të caktuara zhvillimi dhe armiqësi ndaj projektit. Nuk do flas më shumë. Ata që e luftojnë projektin, ata që
s'po lën gur pa luajtur për ta bllokuar projektin, ne i dim kush janë. Dhe i kanë bërë llogarit gabim sepse projekti do bëhet. Unë nuk kam plan B vetëm për Bashkimin Evropian. Për çdo gjë tjetër jam të C-ja. Po pra, për çdo të jenë të C-ja, domethënë vetëm këta të BE-s më kërkuan do e jap. Pra çajën të tjerë mos prisni. Të tjerë kanë amerikanët, pra, unë kështu kuptoj. Prandaj duhet titull tjetër. Tani më vjen dhe mesazh nga një specialist që se them dot emrin. Specialist. Nga një ekspert. Thot, nga e dy ky ministri, thot, do vëj leo tani dhe ministrin. Ministri i ri që më thot mesazhin, nga e dy ky ministri motivin e tërheqjes së privatit, se foli ai që është tërhequr dhe një privat, thot. Është tërheq ky Ciprioti që ishte i fundit. Se ka parë çdo ofertën zyrtarisht. Pastaj do kanë komunikuar bashkë, thot? Prit. Nga e dy ministri që është tërheq privati, kanë komunikuar bashkë? Pse i kanë hallin ky privatit? Po je paraprin rritjes së fondit limit? Spaku pas ka punë duket prap. Pyta. Spaku ka shumë punë sa s'di ku punojnë më para. Këta dani dhe i thonë publik më burrë, se kuptojnë një gjë tani, do t'jenë dhe trashtë valla. Pse dani i thonë publik të gjëra më burrë? Ore dëgjoj më dëgjoj. Ja u thamur i shkretë, ja u thamur rapsi shkretë më burrë. Po ja u thamur valla. Bëni çka keni bërë, po. Pse flisni më, pse dilni në ekran, pse lini gjurmë? Mos i ka thënë vetë që të flasi. Ose i fut vetë të frasi që t'i djegi. Ka dallim midis deklaratës së ministrit me deklaratën e radhës. Patjetër, është dallim i madh shumë. Duket sikur është e njëjta gjë, por ka dallim të madh. Dallimi është përmendet ajo historia e BE-s, planit C. Fare. Tash është thjesht justifikim për anulimin e tenderit, se fjalimi i Ramës është që do ecim përpara edhe me atë thënien e famshme turke, që Rama e paraqit se shqiptari që në Tlethlej, karvani do eci përpara. Po, i që dorën e marrë se nuk vete zërit e mikrofonit, po e mbajtet. Po. Dgjoj, është shumë interesante kjo. Tani imagjino, e shtoi tani këtu dhe hallin e madh që ka se pritet thon tani, kjo nuk është e konfirmuar, që të shtetëzojnë dhe aeroportin e Vlorës. Iku ja morën pasollit. Ata demin e kanë nga anë vetë, e rregullojnë me atë, i japin lekët. Ky është vendi i çuditërave. Po pasollit shket më burr. Si ja futi ky vdiste për atë bac i thoshte më burr. Për atë rast, me thënë vërtetën, nuk është se kam shumë informacion. Po çfarë rast, pasolli kanë bet me gishën gojë më burr. Ke parë vjen vërtetë për Tiranë nuk e van njerë. Në përgjigje në përgjëra. Aty do ishte spekulimi mall pastaj, po zguxoj. Në fakt dëgjoj. S'kam çfarë them kur s'kam. Po mendoj hollol, unë njoh dhe pak personazhe valla. Edhe mirë t'ju bëhet atyre më burr. Sepse do të jesh vërtet i trash, naiv, që të mendosh se mund të bësh ndonjë gjë me Ramsin të saktë, kupton? Me Ramsin çdo projekt që bën të prishet rrugës valla, nuk ka qëndrueshmëri. Porto Romano i prish rrugës. Aeroporti tani i Vlorës i mbeti në dere, kupton? Do ta bënte privati. Tani po ndërton privati, ky do marrë ta shtetëzoje, kupton? Ja fut ai tjetrit, që nuk dihet ç'të bëj, të flasi apo jo, se di dhe ai të thotë gjëra ore. Po të flasi jeta e tij mund të kërcënohet. Nuk është aq e thjeshtë. Ku do flasësh ti zotëri me shtetin tim, me shtetin do kruhesh. Shteti e qafe, për shembull, ë? Dhe këta që merren me Ramsin, vlla, se mendojnë do bëjnë lek. Do përfundoni burgjeve më valla. Të gjithë. Mos u merrni më me atë, mos u merrni më burr. Nuk e njihni ju atë, nuk e njihni çfarë personazhi është. E para ai s'ka miq. Do ta themi këtë gjë. Nuk di ç'është miqësia. E dyta, ai shef vetëm interesin e vet. Në moment që mbaron puna ai të flak dhe të shtyp si pul, të hedh kështu, plaf. Dhe këta vazhdojnë akoma të shpresojnë që mund të bëjnë punë me të. Edhe sikur një moment të mendonin që mund të bëni punë me të. Një ditë të bukur, do ju vinë gjë mbrapa qafës, pa e kuptuar. Ju mban dikuaj, kupton? Keni kujdes, po ju them, keni kujdes më burr. Mos u afroni më sa më larg. Do hani dynjan, do bini keq, do përfundoni rënd fare, më për çfarë? Për 5 lek më shumë, do ju dalin nga hundët. Ai është në hall, mori shkreti, nuk e bën me qëllim dhe ai, më burr, është në hall të madh, më burr. Ore Erman, është në hall, më burr, disa i kërkojnë gjëra, më burr. Si mund t'ja plotësoj të gjithëve, më marr të gjithëve, më është një koloni e madhe, më janë të pangopur, më. Më jep të, ma jep mua, është detyruar të gënjej. Sa do ja ufusit, sa do e çon në spak, sa do i shesi rrugës. Është e pamundur ndryshe, Erman.
Sepse shteti që ai ndërtoi, ky shtet fëlliqësir, e ndërtoi në mënyrë vertikale. Është ai, nuk ka asgjë tjetër dhe janë të gjithë sklevrit poshtë. Nuk e la shtetin funksionet normalisht, edhe jashtësh po pëson. A je dakord me mua? Jo dakord, prandaj duhet shtet tjetër. Prandaj duhet shtet tjetër. Patjetër. Shtet tjetër duhet, por nuk ka kush e bën. Dhe për të flasim tani, po para se të flasim, bëjmë një xhiro të 2 shekët, plak në Dorelan. U kënaqë sot me Ermarin. Jepi le dio të 2 shekët.